Gjykata themelore penale ka pranuar propozimin e prokurorisë për saktim të masës së paraburgimit për ish-kryetarin e Federatës së Futbollit të Maqedonisë Muhamet Sejdinin, i cili dyshohet për zhvatje të fondeve të UEFA-s. Siç bëjmë dije nga gjykata, masa e paraburgimit është caktuar për shkak të rrezikut nga ratisja dhe mundësisë që të ndikojë tek dëshmitarët. Ndërkohë, Prokuroria Themelore Publike njoftoi se ka nisur hetim në ndyshimin për përvetësim të parave në shërbim. Në komunikatën dërguar mediave thuhet se ish-kryetari i FFM-s në periudhën nga nëntori deri dhjetor 2024 ka siguruar përfitim pasuror të paligjshëm prej rreth 660.000 eurosh për një person juridik nga Shkupi. Me mbështetjen financiare të UEFA-s, në kuadër të programit Hat-Trick 6, i dyshuari ka filluar procedurën për zbatimin e projektit për ndërtimin e tribunës në stadiumin Biljanin Izvor në Ohër dhe ka dhënë propozim për fillimin e procedurës për zgjedhjen e kompanisë për realizimin e projektit. Pas miratimit nga bordi drejtues shtojnë mëtej, dyshuari ka paraqitur kërkesë deri te 3 firma për oferta për ndërtimin e tribunës së stadiumit, ku është zgjedhur oferta më e favorshme në vlerë të përgjithshme prej rreth 3.3 milion eurosh pa TVSH. Pa u kërkuar nga kontraktuesi, ai ka futur një kusht shtesë në kontratën e nënshkruar me firmën e përzgjedhur për një pagesë avansi në vlerë prej 20% të vlerës së përgjithshme të kontratës, para fillimit të punimeve dhe më 17 dhjetor 2024, mjetet financiare në vlerë prej rreth 660.000 eurosh që ishin besuar në shërbim me urdhër të tij i ka transferuar si avans te personi juridik.